Thirret seanca konstituive, por megjithatë këtu lindi një pyetje për faktin që sipas Kushtetutës së Kosovës delte të jetë se duhet Kuverni i Kosovës të ketë 60 ditë pune në mënyrë që brenda këtyre 60 ditëve të zgjidhet presidenti i ardhshëm Republikës Kosovës. Tani, ky afat a matet edhe me mandatin e ushtruesës së detyrës, Eugen? Në fakt, në bazë të aktgjykimeve të gjykatës, afati për konstituimin e kuvendit fillon të rrjedh që nga nesër. Nga nesër e deri më 7 gusht është afati 30 ditor brenda cilit kuvendit duhet ta zgjedhë kryetarin edhe nën kryetarin. Vetëm pasi që t'jenë zgjedhur kryetari dhe nën kryetarët, fillon të rrjedh pastaj një afat i ri 60 ditor për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së re të vendit. Por, tash, pikrisht këtu, ushtruesja e detyrës deri kur ka afat ligjërisht ta mbajë këtë pozitë? Deri me 4 tetor? Po, zonja Haxhi ose kushdo që do të bëhet kryetar apo kryetare e ardhshme e Kuvendit të Kosovës do të jetë në këtë pozitë më së largu deri më 4 tetor. Pas kësaj date nuk ka më asnjë rrugdalje kushtetuese, pra vendi hyn në një krizë tepër serioze kushtetuese, për shkak se më as nuk mund të ketë ushtrues detyre të ri të presidentit. E në rast se nuk zgjedhet presidenti deri në atë kohë, e që ekziston rreziku që kjo të mos ndodhë, ta zëm nëse kuvendi nuk konstituohet deri në ditën e 30, që i bie deri më 7 gusht, 60 ditë pas asaj dite i bie data 5 tetor, që është një ditë pas shkadimit të afatit, e që pastaj më as nuk ka kushtit shpallë zgjedhjet e reja. Në kuptim kushtetues, pra vendi hyn në një krizë tepër të thellë kushtetuese. Sidoqoftë besoj që për shkak të dinamikës dhe numrave në kuvend, besoj që mbledhja konstituive do të thirret diku nga java e ardhshme ose më së voni në javën pasuese, sepse tashmë nuk ka asçka të zhvillohen përgatitja, aty është përcaktuar me aktgjykime gjykatës se si duhet duket rendi i ditës e lëre më tjerat. Andaj unë besoj që nëse kuvendi do të konstituohet nga java e ardhshme ose java pasuese, atëherë bie që afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit do të jetë më herët se data 4 tetor, që në skenarin më të keq paktën e parandalon e prevenon situatën ku ne nuk do të kemi as mundësi të shpallim zgjedhjet e reja se lëre më të tjerat. E qartë, Eugen, kam edhe një pyetje, kemi diskutuar para disa ditësh nëse s'gaboj përmes SMS-ëve për çështjen e ligjit të shtetësisë. Çështja ka qenë për vendet e garantuara për minoritetet. Çka nëse me ligjin për shtetësinë tash kemi më shumë votues nga komuniteti serb në vendin tonë? A ka mundësi që të marrin edhe më shumë ulse në Parlamentin e Kosovës? A lidhen këto dy gjëra njëra me tjetrën? Absolutisht. Fatkeqësisht në rast se nuk do të ketë kujdes, nuk do të kenë kujdes në këtë rast institucionet tona në raport me kriteret edhe një shtetësisë këto. Në bazë të kushtetutës, çdo shtet as i Kosovës ka të drejtë vote. Dhe në rast të komuniteteve kjo çështje bëhet edhe më problematike, duke ditur që i kemi 10 ulse të garantuara për komunitetin serb në këtë rast, që i bie në rast se do të rritej numri i votuesve serb diku nga 70.000, pra nga 20 sa është tani në 70.000, atëherë ata përveç 10 ulseve pastaj do të fillojnë të marrin ulse në kuadër të 100 ulseve që janë të për komunitetin shqiptar në këtë rast. Ta zëm nëse lista serbe do të merrte 9% ose 10% të votave, që i bie nga 20.000 votues serb që marrin pjesë në zgjedhje të 80.000, atëherë ata do të kishin afërsisht 13 ulse në kuvend, ose edhe më shumë sa është në varësi të ndarjes së ulseve mes partive tjera, e të cilat do t'i merrin nga komuniteti shqiptar. Po. Pra ndikon direkt në ulset e komunitetit shqiptar. Absolutisht, direkt prekën 100 ulset, sepse këto ulset e garantuara janë 10, duke supozuar që nuk mund të ketë më shumë saq, por nëse bëhen ta 100 por kur mund në cilën vetë mund të vrejmë këto efekte direkte, zotërica Kolli? Presni që nga zgjedhjet e radhës të vrejmë efekte direkte? Po tash në varësi se si do të jetë dinamika e dhënies së shtetësisë për qytetarët e komunitetit serb, kjo do ta diktojë edhe tempon se kur mund të shohim pasojat e para, por në teori ne mund të shohim këto ndryshime qysh në zgjedhjet e ardhshme. Pra ta zëm në një situatë ku 80.000 apo 100.000 votues nga komuniteti serb marrin pjesë në zgjedhje dhe votojnë
për listën serbe eventualisht, por për komunitetet, për subjekte tjera, atëherë ekziston rreziku pra që të njëjtit të fillojnë të marrin ulse në mesin e ulseve për komunitetin shqiptar. Ka me marrëveshje është veç 10 më shumë s'ka shans. Se kamër me marrëveshje. Kur i mabeti veç Sa kolli? Jo, s'është me marrëveshje. S'është me marrëveshje. Mundet më natë 10 në shkollisa serbe. Veç ta dëgjoj pse po thotë ka minimumin, 10 ka minimumin. Mos bëni egale, kjo marrëveshje në Bruksel. Mos bëni egale. Kjo s'është çështje e marrëveshjes Brukselit, kjo ka qenë në kuadër të shpalljes pavarësisë, fillimisht kanë qenë vende të garantuara. Të Kanë qenë të paktën 10 e pastaj edhe më shumë sa sot do të shfitojnë. Por që nga viti 2014, përkatësisht 2012, kur ka përfundu faza e mbikëqyrjes pavarësisë, Kushtetuta e Kosovës i përcakton vendet e rezervuara dhe kjo është e reflektuar edhe në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Eugen, edhe njerë dua të kthejmë tek çështja e zgjedhjes së presidentit. Çka nëse nuk zgjidhet presidenti deri më datën 4 dhe 5 tetor, ju thatë se natyrisht, siç do tradita dhe ligji e rendi kushtetues, presidenti është ai që thret më pas zgjedhjet, por çfarë bëhet në këtë situatë? A keni ndonjë imagjinat? Tash, për me qenë i sinqert, nuk e kemi imagjinu njerë as i kemi me pas këtë diskutim, por me qenë se po duhet tash të imagjinojmë edhe këto skenaret e krizave ekstreme, unë besoj që janë dy rrugdalje efektive. Para është gjykata kushtetuese pas një kërkese nga deputetët ta nxjerrë një vendim që ose e shtyn afatin duke gjetur ndonjë arsyetim, ose në anën tjetër, skenar tjetër mund të jetë që deputetët pajtohen që të marrin veprim kundër kushtetues duke u pajtuar që askush nuk do ta sfidojë në gjykatë kushtetuese. Për shkak se sistemi jonë juridik përcakton që vendimet janë kushtetuese derisa të vërtetohet e kundërta. Pra, në një skenar aq ekstrem mund vijmë pikën ku subjektet politike në fundit do duhet të merren vesh që të marrin një veprim i cili edhe mund të jetë shkelje kushtetuese, por për cilin nuk ankohet askush në gjykatë kushtetuese. Jo, domosdoshmërisht, a mund të vesh diçka? Po, edhe Shkumbin Kajtazi ka një pyetje, po? Po në rast se për shembull është një situatë ku shihet që president nuk ka marrëveshje për president, s'ka numër, dhe e shohim që po konsumojmë